Sot do të eksplorojmë një nga temat më magjepsëse dhe kontroversale të historisë mesjetare, fajden, praktikën e kërkimit të interesit mbi huat e parave dhe se si ajo formsoi marrëdhëniet midis fesë, ekonomisë dhe shoqërisë në Evropë gjatë shekujve. Përpara se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si kjo. Gati 1000 vjet më parë, në rrugicat e ngushta dhe të errëta të qyteteve mesjetare evropiane, një dilemë morale mundonte njerëzit e biznesit dhe tregtarët e mbar krishterimit. Ishte një dilemë që përfshinte shpëtimin e shpirtrave të tyre të pavdekshëm, mbijetesën e familjeve të tyre toksore dhe funksionimin e një ekonomie që po fillonte të zgjohej nga shekujt e stagnimit. Ishte dilema midis qeses dhe jetës, midis pasurisë materiale dhe premtimit të parajsës së përjetshme. Dhe në qendër të këtij konflikti qëndronte një figurë sa e frikshme, aq edhe e domosdoshme, fajdexhiu, njeriu që jepte para me fajde, interes. Imagjinoni një mëngjes të ftohtë vjeshtë të vitit 1200. Dritat e para të ditës fillojnë të ndriçojnë fasadat prej gurit të një qyteti tregtar në veri të Francës. Kambana e një katedraleje gotike ushton nëpër rrugët ende të shkreta, duke thirrur besimtarët për meshën e parë të ditës. Ndërsa tregtarët hapin tezgat e tyre në tregun qendror, një burr me rroba të errëta dhe vështrim të kujdesshëm kalon përmes një sheshi drejt një shtëpie modeste, por të mbrojtur mirë. Ai mban me vete një qese të rëndë me monedha argjendi dhe një zemër po aq të rëndë nga shqetësimet. Ky njeri është një fajdexhi dhe profesioni i tij e vendos atë në një udhëkryq midis botës së të gjallëve dhe botës së të vdekurve. Për të kuptuar përmasën e dilemës me të cilën përballej ky personazh dhe mijëra të tjerë si ai në mbar Evropën mesjetare, duhet së pari të kuptojmë se çfarë do të thoshte fajdeja në atë kontekst historik. Ndryshe nga sa mund të mendojnë shumë njerëz, fajdeja në mesjet nuk ishte thjesht kërkimi i interesave tepër të larta, siç e kuptojmë këtë term sot. Sipas përkufizimit të historianit francez Jacques Le Goff, Jacques Le Goff, një prej autoriteteve më të mëdha në këtë fushë, fajdeja ishte mbledhja e interesit nga një huadhënës në operacionet që nuk duhej të jepnin vend për interes. Pra, nuk ishte kërkimi i çfarëdo interesi, por specifikisht i atij që binte mbi huat e konsideruara si jo produktive, ku nuk kishte prodhim apo transformim material të mallrave konkret. Elementi qendror i dënimit të fajdes ishte koha. Kur dikush jepte para hua dhe kërkonte interes për periudhën gjatë së cilës paratë qëndronin te debitori, ai po shiste, sipas teologjisë mesjetare, diçka që nuk i përkiste, vetë kohën. Dhe koha, sipas kishës katolike, i përkiste ekskluzivisht Zotit. Ishte një e mirë e shenjtë, e pandashme dhe e tjetërsueshme, të cilën asnjë vdekjatar nuk kishte të drejtë ta tregtonte. Duke kërkuar pagesë për kohën e kaluar midis huas dhe pagesës, fajdexhiu po kryente një fyerje të drejtpërdrejtë ndaj krijuesit, duke përvetësuar në mënyrë të padrejtë diçka hyjnore për të përfituar mbi të ngjashmin e tij. Ky konceptim kishte rënje të thella në traditën judo-krishtere dhe në filozofinë klasike. Filozofi grek Aristoteli, në shekullin e 4 para Krishtit, kishte thurur tashmë reflektime të rëndësishme mbi këtë temë në veprën e tij Politika. Për Aristotelin, paraja ishte shpikur për të lehtësuar shkëmbimet tregtare, duke funksionuar si një mjet shkëmbimi neutral dhe steril. Fajdeja, përkundrazi, bënte që paraja të shërbente për të shtuar veten, duke gjeneruar më shumë para nga paraja. Ishte, sipas fjalëve të filozofit, një lloj fitimi tërësisht kundër natyrës. Monedha që sjell mbrapsht një monedhë tjetër, pohoi ai, ishte diçka e urrejtshme, pasi gjërat e gjeneruara duhet të ngjajnë atyre që i gjeneruan dhe paraja, duke qenë sterile nga natyra, nuk mund të lindte. Këto argumente aristoteliane u përfshin në teologjinë krishtere mesjetare dhe u zgjeruan nga mendimtarët e mëdhenj të kishës. Shën Thoma Aquini, në shekullin e 13, i kushtoi traktate të tëra kësaj teme, duke zhvilluar një argumentim të sofistikuar që konsolidoi pozicionin zyrtar të kishës. Për Thoma Aquinin, fajdeja nuk ishte e dënueshme për shkak të një ndalimi arbitrar, por sepse ishte në kundërshtim me të drejtën natyrore. Paraja, ndryshe nga një shtëpi apo një fushë, ishte një e mirë e konsumueshme, me të përdorur, ajo pushonte se ekzistuari në formën origjinale. Të kërkoje pagesë për përdorimin e parave ishte, pra, të kërkoje pagesë 2 herë, një herë për vetë paratë e dhëna hua dhe një herë tjetër për përdorimin e tyre, i cili nuk mund të ndahej nga vetë e mira. Kisha katolike nuk u mjaftua me teorizimin mbi moralitetin e fajdes, ajo e shndërroi këtë dënim në një legjislacion rigoros që erdhi duke u intensifikuar përgjatë shekujve.
që nga koncili i Nikes në vitin 325 pas Krishtit, kërkimi i interesit ju ndalua klerikëve. Në epokën karolinge, gjatë mbretërimit të Karlit të Madh, Charlemagne, ky ndalim ushtri edhe mbi laikët përmes admonitio generalis. Koncili i dytë dhe i tretë i Lateranit në vitet 1139 dhe 1179, respektivisht, i përsëritën këto vendime me reptësi në rritje. Nga shekulli i 12, kur zhvillimi monetar i Evropës kërkoi një kërkesë të gjerë për kredi, çështja e fajdes u bë absolutisht vendimtare për organizimin shoqëror dhe ekonomik të kontinentit. Ndëshkimet për ata që kapeshin duke ushtruar fajde ishin të rënda dhe të shumanshme, duke e goditur shkelsin si në sferën shpirtërore, ashtu edhe në atë shoqërore dhe ekonomike. Një krishter i dënuar për fajde mund të shkishërojë duke humbur lidhjen e tij me kishën dhe përrjedhoi qasjen e tij në sakramentet e nevojshme për shpëtimin e shpirtit. Por pasojat nuk ndaleshin këtu. Fajdegjiu i shpallur vuante atë që mund ta quajmë vdekje civile, humbte të drejtën për të dëshmuar në gjykata, pengoi të bënte një testament të vlefshëm dhe, mbase gjëja më e tmerrshme për mentalitetin mesjetar, i mohoi varrimin në tokë të shenjtë. Për një shoqëri thellësisht fetare, ku gjeografia e botës së përtejme përcaktonte fatin e përjetshëm të shpirtit, të varrosurit jashtë varrezave të shenjtëruara ishte një dënim që shtrihej shumë përtej vdekjes fizike. Arti dhe letërsia mesjetare e pasqyronin dhe e përforconin këtë dënim. Dorëshkrimet e ilustruara shpesh paraqitnin fajdegjinjt duke u torturuar nga demonët, me qeset e tyre të parave të shndërruara në instrumente mundimi. Predikimet popullore rrëfenin histori edukative për fajdegjinjt të cilët, në momentin e vdekjes, shihnin shpirtin e tyre të merrej nga djajt që qeshnin me ironinë e pasurive të tyre të kota. Dhe asnjë vepër letrare nuk e kapi kaq gjallërisht këtë vizion sa komedia hyjnore e Dante Alighieri, e shkruar në fillim të shekullit të 14. Në gjeografin fernore të krijuar nga Dante, fajdegjinjt zënë një vend specifik dhe simbolik në rrethin e 7 të ferit, të rezervuar për të dhunshmit. Por jo të dhunshmit ndaj të afërmit apo ndaj vetvetes. Fajdegjinjt janë në brezin e tretë, ku ndëshkohen ata që kanë kryer dhunë kundër Zotit, kundër natyrës dhe kundër artit. Është një klasifikim zbulues i mentalitetit mesjetar. Fajdeja konsiderohej një formë dhune kundër rendit natyror të vendosur nga Zoti. Fajdegjinjt përshkruhen nga Dante të ulur në një shkretëtir të urrejtshme, në një shi të vazhdueshëm flakësh zjarri. Ata mbajnë qese të rënda të varura në qafë, secila prej të cilave mban stemën e familjeve të tyre. Është një imazh i fuqishëm, identitetet e tyre u konsumuan nga paraja, dhe tani ata mbajnë përjetësisht peshën e lakmisë së tyre, me emrat e tyre familjar të reduktuar në emblema turpi. Përballë këtij dënimi total, lindte atëherë pyetja e pashmangshme: nëse fajdeja ishte kaq rreptësisht e ndaluar për të krishterët, kush do ta plotësonte nevojën për kredi që kërkonte ekonomia mesjetare në rritje? Përgjigjja e kësaj pyetjeje na çon në një nga kapitujt më kompleks dhe, her pas here, tragjik të historisë evropiane. Gjatë shekujve, komunitetet hebreje luajtën një rol qendror në sistemin e huadhënies në Evropën mesjetare. Kjo situatë nuk lindi nga një zgjedhje e lirë, por nga një sër kufizimesh të vendosura ndaj popullatave hebreje nga shoqëria krishtere. Hebrejt ishin të ndaluar të zotëronin tokë në shumë territore, të penguar të merrnin pjesë në korporatat e zanateve dhe të përjashtuar nga shumica e profesioneve të konsideruara të nderuara. Tregtia dhe huat financiare ishin ndër të paktat aktivitete ekonomike që u lejoheshin, dhe edhe ato në formë të kufizuar e gjithmonë subjekt i arbitraritetit të sundimtarëve. Lokal. Teologjia krishtere, çuditërisht, ofronte një justifikim për këtë situatë. Ligji i Mojsiu, siç është regjistruar në ligjin e përtërirë Deuteronomi, rekomandonte huadhënien falas midis izraelitëve, por lejonte kërkimin e interesit kur debitori ishte i huaj. Duke e interpretuar këtë pasazh në dritën e interesave të veta, shoqëria krishtere mesjetare i lejoi hebrejt të kërkonin interes mbi huat e bëra për të krishterët. Ishte një zgjidhje e përshtatshme. Ekonomia merrte kredin për të cilën kishte nevojë, të krishterët i mbanin duart e tyre të pastra nga mëkati i fajdes dhe hebrejt, tashmë të konsideruar të dënuar sepse nuk pranonin Krishtin, merrnin përsipër barrën morale të aktivitetit. Por kjo zgjidhje barte në vete farat e një tragjedie të përsëritur. Dukshmëria e huadhënësve hebrejt, e kombinuar me pakënaqësinë e atyre që e shihnin veten borxhlin, u shiu val antisemitizmi që përfshin Evropën mesjetare.
Imazhi stereotip i hebreut i lidhur me paran, lakmin dhe fajden lindi në këtë kontekst dhe vazhdoi për shekuj, duke ushqyer fjalime urrejtjeje që do të kishin pasoja shkatëruese në historinë e mëvonshme. Kur borxhet bëheshin të papagueshme ose kur tensionet shoqërore kërkonin një kokë turku, ishin shpesh komunitetet hebreje ato që paguanin çmimin më të lartë. Dëbimet, konfiskimet e pronave, dhuna fizike dhe masakrat pikasën historinë mesjetare, nga Anglia në Gjermani, nga Franca në Gadishullin Iberik. Në vitin 1290, mbreti Eduard I Anglis, Edard I, shpalli ediktin e dëbimit duke urdhëruar që të gjithë hebrejnë të largoheshin nga territori anglez, duke marrë me vete vetëm atë që mund të mbanin, me të gjitha pronat e tyre që I kalonin kurorës. Në vitin 1306, ishte radha e hebrejnëve që të dëboheshin nga Franca nga mbreti Filipi IV, Filipe IV, I njëjti monark që do të projektonte rënien e kalorësve templar. Spanja do të ndiqte të njëjtën rrugë në vitin 1492 dhe Portugalia në vitin 1496. Këto dëbime, ironikisht, nuk e zgjidhen problemin e kredis, ato thjesht e transferuan nevojën të aktorë të tjerë ekonomik, të cilët do të gjenin format e tyre për të anashkaluar ndalimet fetare. Ndërsa komunitetet hebreje vuanin pasojat e rolit të tyre në sistemin financiar mesjetar, grupet të tjera filluan të zinin hapësirat e lëna bosh ose të krijonin mekanizma të rinj për të përmbushur kërkesën në rritje për kredi. Midis tyre, spikaste një organizat që, në pamje të parë, duke më e pamundura nga të gjitha për t'u përfshirë në aktivitete financiare, urdhri I kalorësve të tempullit të Solomonit, të njohur më mirë si templarët. Në Fleet Street, një nga rrugët më të ngarkuara të qendrës së Londrës, ekziston ende sot një hard guri që shërben si portal drejt një të kaluare të largët. Përmes tij, një obor I qetë të çon në një kishës të çuditshme, me formë rrethore dhe të një statujë e dy kalorësve të hipur mbi një kal të vetëm, simbol I përulësisë origjinale të urdhrit. Kjo është Temple Church, e ndërtuar nga templarët në vitin 1185, kur u bë e njohur si shtëpia londineze e kalorësve të tempullit. Por kjo kishës nuk ka vetëm rëndësi arkitekturore, historike dhe fetare. Ajo ishte gjithashtu banka e parë e Londrës. Kalorësit templar ishin, në thelb, mulj luftëtar. Të themeluar rreth vitit 1190 nga Hugo de Payen, Hugues de Payens, një kalorës frances nga rajoni I Champagnes, Champagne, urdhri kombinonte zotimet monastike të varfërisë, dëlirësisë dhe bindjes me një mision ushtarak. Të mbronin pelegrinët e krishterë që udhëtonin drejt tokës së shenjtë pas pushtimit të Jeruzalemit në kryqëzatën e parë. Emri I urdhrit rrithte nga vendi I selisë së tyre origjinale, Xhamia El Ash Al-Aqsa në malin e tempullit në Jeruzalem, e njohur gjerësisht si tempulli I Solomonit. Por si u shndërrua një urdhër mulgjish luftëtar të dedikuar ndaj varfërisë në një nga organizatat financiare më të fuqishme të Evropës mesjetare? Përgjigjja qëndron në rrethanat praktike të pelegrinazheve dhe të kryqëzatave. Udhëtimet deri në Jeruzalem ishin jashtëzakonisht të rrezikshme, jo vetëm nga rreziqet natyrore dhe konfliktet ushtarake, por edhe nga kërcënimi I vazhdueshëm I banditëve dhe kusarve përgjatë rrugëve. Një pelegrin që nisej nga Londra ose Parisi duke mbajtur me vete të gjitha paratë e nevojshme për udhëtimin, praktikisht poftonte katastrofën. Templarët zhvilluan një zgjidhje geniale. Një pelegrin mund të depozitonte vlerat e tij në një shtëpi, komandari, templare në qytetin e tij të origjinës, duke marrë në këmbim një dokument të koduar që vërtetonte depozitën. Me të mbërritur në Jeruzalem ose në çdo komandari tjetër përgjatë rrugës, udhëtari paraqiste këtë dokument dhe merrte vlerën ekuivalente në monedhë vendase. Ishte, në thelb, I njëjti parim I transfertave bankare. Moderne, I zbatuar 7 shekuj para shpikjes së telegrafit apo internetit. Historianët ende debatojnë detajet se si templarët e bënin këtë sistem të funksiononte në praktik dhe si mbroheshin nga mashtrimet. A kishte ndonjë kod sekret për të verifikuar vërtetësinë e dokumentit dhe identitetin e mbajtësit? Si I balanconin llogarit midis tyre komandaritë të ndryshme? Ne dim se, her pas here, agjentët e këtij rrjeti operacionesh financiare takoheshin në panajre të mëdha tregtare, si ato të Champagnes ose të Lyon, për të verifikuar shënimet e tyre dhe për të rregulluar llogarit me njëri tjetrin. Ishte një sistem dukshëm I ngjashëm me proceset e kleringut bankar që do të formalizoheshin vetëm shekuj më vonë. Por templarët ofronin shumë më tepër se sa thjesht transferta vlerash. Sipas historianit William Goetzmann, në veprën e tij mbi historinë e paras, urdhri ofronte një sër shërbimesh financiare të njohura si të avancuara për kohën.
Kur mbreti Henriku Henry i Anglisë deshi të blinte ishullin Oleron në bregun perëndimor të Francës në vitet 1200, ishin templarët ata që ndërmjetësuan të gjithë negocimin. Monarku anglez pagoi 200 pound në vit për 5 vjet të templarët në Londër dhe kur përfaqësuesit e tij morën në dorëzim ishullin, urdhri garantoi që shitësi të merrte tërësinë e pagesës së rënë dakord. Ata funksiononin kështu si një kombinim agjentësh imobiliar, fiduciarësh dhe garantuesish të transaksioneve ndërkombëtare. Bijuteritë e kurorës angleze u mbajtën në një moment të caktuar në tempullin e Londrës si garanci për një hua, me templarët që vepronin si një shtëpi pengu e sofistikuar për mbretërinë. Mbretërit dhe fisnikët që niseshin me kryqëzata shpesh u dërgonin shuma të mëdha parash templarëve që t'i tërhiqnin ato më vonë në Levant, duke financuar ushtritë e tyre dhe duke marrë furnizime pa rrezikun e transportimit të thesareve përmes territoreve armiqësore. Në shekullin e 13, templarët ishin bërë bankier aq kompetent dhe të besueshëm sa mbretërit e Francës dhe fisnik të tjerë mbanin të gjitha thesaret e tyre nën kujdestarinë e urdhrit. Pyetja që lind pashmangshmërisht është, si arritën templarët duke qenë një urdhër fetar nën autoritetin e papës, të kryenin aktivitete financiare që dukeshin aq pranë fajdesë së dënuar nga kisha? Përgjigjja qëndron në një kombinim faktorësh. Së pari, templarët nuk kërkonin interes në sensin e ngushtë, ata kërkonin tarifa këmbimi për konvertimin midis monedave të ndryshme, tarifa shërbimi për ruajtjen e vlerave dhe komisione për ndërmjetësimin e transaksioneve. Ishin forma shpërblimi që kisha i toleronte më lehtë se sa interesin e pastër mbi huat. Së dyti, urdhri gëzonte privilegje të veçanta të dhëna drejt për drejt nga papa, që e përjashtonin atë nga disa juridiksione dhe rregullore të zbatueshme për aktorët e tjerë ekonomik. Së treti, dhe mbase më e rëndësishmja, shërbimet e ofruara nga templarët ishin thjesht të domosdoshme për funksionimin e kryqëzatave dhe pelegrinazheve, sipërmarrje që kisha i promovonte në mënyrë aktive. Megjithatë, fuqia dhe pasuria e akumuluar nga templarët përfundimisht do të ktheheshin kundër tyre. Në vitin 1307, mbreti Filipi I i Francës, i mbytur në borxhe dhe lakmitar ndaj thesareve templare, urdhëroi arrestimin masiv të gjithë kalorsëve të urdhrit në territorin francez. Operacioni u ekzekutua në agimin e një të premteje, 13 tetor, datë të cilën disa historianë e shënojnë si një nga origjinat e supersticionit për këtë ditë. Të akuzuar për herezi, blasfemi dhe praktika të ndaluara në rrëfime të marra nën torturë, templarët u çmontuan gradualisht. Në vitin 1312, Papa Clementi V shpërndau zyrtarisht urdhrin. Në mars të vitit 1314, Jacques de Molay, Jacques de Molay, mjeshtri i fundit i madh, u dogji gjallë në Paris. Me rënien e templarëve, vakumi financiar që ata lanë duhej të plotësohej. Dhe ata që ishin gati të zinin këtë hapësirë ishin familjet e tregtarëve të qytet-shteteve të begata të veriut të Italisë, Pisa, Firenze, Venezia, Verona dhe Genova. Në këtë udhëkryq të historisë ekonomike të Evropës, kur fuqia financiare e kishës ishte paksuar dhe fuqia e shtetit ende nuk ishte rritur mjaftueshëm për ta zëvendësuar atë, këto familje italiane filluan të ofronin të njëjtat shërbime që dikur ofronin templarët, megjithse fillimisht në një shkallë shumë më modeste. Këta bankierë italian zotëronin një avantazh vendimtar, kishin zhvilluar metoda geniale për të anashkaluar ligjet fetare kundër fajdesë pa i shkelur ato teknikisht. Ishte një art që kombinonte krijimtarinë juridike, sofistikimin financiar dhe një dozë të konsiderueshme hipokrizie të pranuar shoqërisht. Teologët mesjetar, duke u përpjekur të balanconin parimet fetare me nevojat ekonomike, kishin zhvilluar disa përjashtime nga ndalimi i fajdesë dhe bankierët. Italian u bën mjeshtër në shfrytëzimin e këtyre hapësirave. Një nga justifikimet e pranuara ishte jashtëquajturi, dëmi i shfaqur, damnum emergens. Nëse një huadhënës mund të vërtetonte se, duke dhënë paratë e tij hua, pësoi një humbje reale, si një kosto oportuniteti apo një shpenzim të paparashikuar, ai kishte të drejtë për një kompensim. Kontratat hartoheshin me kujdes për të përfshirë klauzola që supozonin këtë dëm, duke e shndërruar atë që do të ishte interes në thjesht riparim për humbjet e pësuara. Një tjetër justifikim ishte fitimi i munguar lucrum cessans, huadhënësi argumentonte se paratë e dhëna hua e penguan atë të investonte në ndonjë sipërmarrje fitimprurse, dhe tarifa e kërkuar ishte një kompensim për këtë fitim që ai nuk arriti të merrte. Por mekanizmi më gjenial dhe gjithashtu më i përhapur ishte gjoba për vonesë. Kontratat e huas vendosnin afate pagese qëllimisht jo reale, ndonjëherë prej vetëm 2 ose 3 ditësh.
kur debitori në mënyrë të pashmangshme vonoi mbi të binte një gjobë e rëndë, e cila ishte, në të vërtetë, interesi i maskuar. Teknikisht, huadhënësi nuk po kërkonte pagesë për kohën e huas, por thjesht po zbatonte një penalitet kontraktual për mospërmbushje. Ishte një fiksion ligjor që të gjithë e njihnin, por që lejonte mbajtjen e dukjes së përputhshmërisë me parimet fetare. Letrat e këmbimit përfaqësonin një tjetër instrument themelor të arsenalit të bankierëve italian. Fillimisht të zhvilluara për të lehtësuar tregtinë ndërkombëtare, këto letra funksiononin si premtime për pagesë në një monedhë tjetër dhe në një vend tjetër. Një tregtar italian që shiste malla në një panajër të huaj merrte një letër këmbimi që mund të konvertohej në monedhë vendase me tu kthyer në Itali. Fitimi i bankierit vinte nga diferenca midis kurseve të këmbimit në të dy skajet e operacionit dhe jo nga interesi mbi një hua. Ishte një dallim i hollë, por vendimtar, që lejonte shpërblimin e kapitalit parën formalisht në mëkatin e fajdesë. Në panajret mesjetare që lulëzuan në mbar Evropën nga shekulli i 11, veçanërisht panajret e famshme të shampanjës në Francë, këta mekanizma financiar evoluan dhe u sofistikuan. Panajret e shampanjës zinin një pozicion strategjik të vendosura në gjysmë të rrugës midis Italisë dhe vendeve të ulta, duke funksionuar si pika takimi ku tregtar nga mbar Evropa vinin të tregtonin mallat e tyre. Dhe ku kishte tregti, kishte nevojë për kredi, për këmbim dhe për transferta vlerash. Ishte në këtë mjedis që vetë fjala bank mori kuptimin e saj modern. Këmbyesit e parave dhe financierët që operonin në panajre uleshin në struktura të thjeshta druri, një dëras e vendosur mbi 4 këmbë që shërbente si tryez ashtu edhe si ndenjëse. Në italisht, kjo strukturë quhej banca ose banco. Burrat që punonin pas këtyre bankave, stoleve, duke vlerësuar pastërtinë e monedhave të arit dhe argjendit, duke bërë këmbimin midis monedhave të ndryshme dhe duke regjistruar transaksionet, u bën të njohur si bankier. Dhe ishte pikërisht nga kjo mobilje modeste që lindi edhe një nga shprehjet më të qëndrueshme të fjalorit financiar. Kur një prej këtyre bankierëve dështonte të nderonte angazhimet e tij, qoftë për shkak të menaxhimit të keq, për shkak se kishte dhënë shumë hua ose për thjesht fat të keq në biznese, banka, stoli, e tij thyej fjalë për fjalë në sheshin publik. Të dëmtuarit, të tërbuar, e thyenin strukturën e drurit në copa, duke simbolizuar falimentimin e këmbyesit dhe daljen e tij të detyruar nga biznesi. Në italisht, banca rota do të thoshte bank e thyer, dhe nga kjo shprehje rodhi fjala që përdorim edhe sot, bankarot, falimentim. Skena ishte pothuajse rituale. Bankieri i falimentuar shite tryezën e tij të punës të shkatërrohej para kolegëve dhe kreditorëve të tij, një poshtërim publik që u sinjalizonte të gjithëve se ai nuk ishte më i denjë për besim. Ishte një ndëshkim shoqëror që, në një farë mënyre, ishte i barabartë me shkishërimin fetar. Ashtu si fajdexhiu dëbohej nga komuniteti i besimtarëve, bankieri i falimentuar dëbohej nga komuniteti i tregtarëve. Nuk kishte mënyrë për të rindërtuar reputacionin e tij, banka e thyer ishte një stigmë e përhershme. Midis familjeve të bankierëve italian që u shfaqen në këtë periudhë, asnjëra nuk arriti fuqi dhe ndikim të krahasueshëm me Medici e Firences. Giovanni di Bicci de Medici themeloi bankën Medici në vitin 1397 dhe në udhëheqjen e pasardhësve të tij, veçanërisht të nipit të tij Cosimo, institucioni u bë më i rëndësishëm në Evropë. Medicët nuk mjaftoheshin me financimin e tregtarëve dhe fisnikëve lokal, ata ishin bankierët e vet papës, duke administruar financat e kishës katolike dhe duke mbledhur të dhjetat në mbar krishterimin. Florini i Arit, i prerë në Firenze nga viti 1252, u bë një nga standardet monetare të botës, krahas dukatit venecian, duke mbetur në qarkullim dhe duke ruajtur reputacionin e tij për më shumë se 3 shekuj. Ishte një dëshmi e aftësisë së bankierëve firentin për të ruajtur stabilitetin dhe besimin në një botë financiare shpesh kaotike. Cosimo de Medici u bë njeriu më i pasur në të gjithë Evropën dhe pasuria e tij financoi jo vetëm bizneset e familjes, por edhe një lulëzim të jashtëzakonshëm artistik dhe kulturor që ne e njohim si rilindja italiane. Rrjetet bankare të familjeve tregtare italiane ushtrin nga Anglia deri në detin Kaspik, duke financuar misione tregtare që shkonin nga lindja e mesme deri në Kin. Ata negocionin pa kufizime me muslimanët, tatarët, hebrejnë dhe paganët, përveç të krishterëve ortodoks dhe katolik. Së bashku, ata financuan monarkinë angleze nën Eduardin I dhe Eduardin I në fushatat e tyre të pushtimit në Wales dhe Skoci.
Duke mbështetur monarkinë angleze, bankat familjare italiane fitonin më shumë se sa interes mbi huat e tyre me rrezik të lartë, me monarkun anglez si debitor. Ata kishin qasje të veçantë në tregjet angleze dhe arritën të merrnin monopolin në tregtimin e leshit anglez në kontinent. Por suksesi i bankierëve italian përmbante gjithashtu farat e shkatërimit të tyre, ashtu siç kishte ndodhur me templarët. Disa nga familjet kryesore firentine mbështetën Eduardin I të Anglisë në fillim të luftës 100 vjeçare kundër Francës. Megjithatë, në vitin 1343, monarku anglez pushoi së paguari huat e tij. Kjo mospagesë mbretërore çoi në falimentimin e shtëpive kryesore bankare firentine dhe të shumë prej depozituesve të tyre. I gjithë sistemi monetar i bazuar në letrat e këmbimit varej në analizë të fundit nga ndershmëria dhe mirëbesimi i pjesëmarrësve, por kur një qeveri e shite veten të mbingarkuar nga borxhet e saj, ajo kishte fuqinë thjesht të injoronte ato, duke shkatëruar të gjithë sistemin e ndërtuar mbi besimin. Pasuritë bankare të italianëve, siç vërejti historiani Jack Weatherford, u shpërbën si kështjella rëre nga efekti i baticës. Dhe për ta rënduar edhe më shumë situatën, vdekja e zezë, Murtaja, përfshiu veriun e Italisë nga viti 1348, duke shkretuar rajonin dhe duke zhdukur një pjesë të konsiderueshme të popullsisë, përfshirë shumë nga depozituesit dhe debitorët e bankave të mbijetuara. Ishte një kujtesë brutale se, në botën mesjetare, as pasuria më e madhe nuk ofronte mbrojtje kundër forcave të natyrës dhe tekeve të fatit. Le të kthehemi tani te dilema shpirtërore që mundonte Fajdegjin mesjetar, sepse ajo zbulon aspekte themelore të mentalitetit fetar të kohës dhe të transformimeve të tij përgjatë viteve. Zgjedhja midis qeses dhe jetës, tema qendrore e veprës homonime të Jacques Le Goff, nuk ishte një metaforë abstrakte, por një ankth real që shoqëronte njerëzit e biznesit në çdo transaksion që kryenin. Fajdegjiu mesjetar jetonte në tension të vazhdueshëm midis nevojës për të siguruar jetesën dhe frikës se mos humbte shpirtin. Burimet mesjetare janë të mbushura me ekzempla, rrëfime të vogla edukative të përdorura nga predikuesit në fjalimet e tyre për të ilustruar pasojat e mëkatit dhe shpërblimet e virtytit. Ekzempla që mbi Fajdegjint janë veçanërisht të shumta dhe të gjalla, duke portretizuar në detaje mundimet që i prisnin këta shpirtra në botën e përtejme. Në një prej këtyre historive, një fajdegji në prag të vdekjes sheh demonët duke ju afruar shtratit të tij, gati për të tërhequr shpirtin e tij në ferr. Në një tjetër, monedat e akumuluara gjatë jetës shndërrohen në qymyr të ndezur që djeg përjetësisht duart e të dënuarit. Janë imazhe të fuqishme, të destinuara për të tmerruar besimtarët dhe për t'i shmangur ata nga përfshirja në huadhënie me interes. Por teologjia mesjetare nuk ishte statike dhe vetë kisha u detyruar të zhvillonte mekanizma për të marrë me realitetin se shumë të krishterë, përfshirë disa me pozitë të lartë në shoqëri, ishin të përfshirë në aktivitete financiare që preknin fajden. Ishte në këtë kontekst, argumenton Le Goff, që ideja e purgatorit mori forcë dhe përkufizim në fund të shekullit të 12 dhe përgjatë shekullit të 13. Purgatori ofronte një lloj rrugdaljeje për ata që kishin mëkatuar, por jo aq rënd sa të meritonin dënimin e përjetshëm. Përpara zhvillimit të doktrinës së purgatorit, gjeografia e botës së përtejme ishte binare, kishte parajsën për të drejtët dhe ferrin për mëkatarët, pa rrugë të mesme. Por kjo ndarje e thjeshtëzuar po bëhej gjithnjë më e paqëndrueshme ndërsa shoqëria po ndërlikohej. Çfarë të bëhej me tregtarët e ndershëm që kishin kërkuar interes në një ose dy transaksione? Me fisnikët që kishin marrë hua me interes dhe, për rrjedhoj, kishin marrë pjesë në mëkatin e tjetrit? Me vetë klerikët që mbyllnin syt para praktikave financiare të mbrojtësve të tyre? Purgatori u shfaq si një vend i tretë i botës së përtejme, një hapësirë ndërmjetme ku shpirtrat mund të pastronin mëkatet e tyre më të vogla përmes vuajtjeve të përkohshme përpara se të ngjiteshin në parajs. Për Fajdegjiun që pendoi në shtratin e vdekjes, që kthente interesat e marra padrejtësisht, që linte pasuri për kishën në testamentin e tij, purgatori përfaqësonte një shpresë për shpëtim. Ai nuk ishte i dënuar me ferrin e përjetshëm, por as nuk ishte aq i pastër për parajsën e menjëhershme. Ai do të kalonte një kohë në shlyerje, shpëlarje mëkati, i ndihmuar nga lutjet e të gjallëve, derisa më në fund të arrinte lumturinë e përjetshme. Kjo zgjidhje teologjike kishte gjithashtu pasoja praktike shumë konkrete për kishën. Nëse Fajdegjiu mund të blinte shpëtimin e tij përmes donacioneve dhe veprave të devotshme, atëherë kishte një nxitje që njerëzit e biznesit të pasuroheshin gjatë jetës, me kusht që të destinonin një pjesë të pasurisë së tyre për kishën në momentin e vdekjes.
Katedralet e mëdha gotike që u ngritën në mbar Evropën gjatë shekujve 12 dhe 13 u financuan pjesërisht nga këto donacione të ndërgjegjës së rënduar. Ishte një ekonomi e shpëtimit që përfitonte si donatorët, të cilët siguronin vendin e tyre në qiell, ashtu edhe përfituesit, të cilët merrnin burime për të zgjeruar fuqinë e tyre kohore dhe shpirtërore. Por jo të gjithë fajdegjinjt kishin fatin ose mundësinë të pendoheshin përpara vdekjes. Historia e Armentarius, një huadhënësi i shekullit të 6, ofron një shembull tragjik të fatit që mund t'i priste ata që përfshiheshin në huadhënie me interes. Sipas regjistrave historik që kanë mbërritur deri te ne, Armentariusi u vra nga një debitor i paaftë për të paguar detyrimet e tij. Vdekja e tij e dhunshme interpretohej nga bashkëkohësit si një shenjë e pakënaqësisë hyjnore, një ndëshkim i parakohshëm për mëkatet e kryera në jetë. Ishte gjithashtu një kujtesë se profesioni i fajdegjut barte rreziqe jo vetëm shpirtërore, por edhe fizike shumë reale. Qyteti i Venecias, me ekonominë e tij të bazuar në tregtinë detare dhe në shkëmbimet me lindjen, zhvilloi format e veta për t'u marrë me tensionin midis nevojës ekonomike dhe parimit fetar. Kriminalët financiar dhe fajdegjinjt e dënuar mund të përballeshin me dënimin me vdekje, duke u varur midis kolonave të famshme të sheshit të Shën Markut. Ishte një demonstrim publik që Republika i merrte seriozisht përgjegjësitë e saj morale, ndërkohë që në të njëjtën kohë përfitonte nga një sistem financiar i sofistikuar që operonte në kufit e ligjshmërisë fetare. Hipoteza pranohej mirë për sa kohë që dukja ruhej. Banka e parë tregtare e Mirfield, për të cilën ka regjistrime, u shfaq pikërisht në Venecia në vitin 1157 me qëllim financimin e sipërmarrjeve ushtarake të monarkëve. Aktivitetet tregtare u konsoliduan përgjatë mesjetës së vonë dhe me to funksioni i bankierit u bë gjithnjë më i specializuar dhe i domosdoshëm. Këmbyesit e panajreve, të cilët fillimisht mjaftoheshin me vlerësimin e monedhave dhe lehtësimin e shkëmbimeve, gradualisht i zgjeruan aktivitetet e tyre për të përfshirë depozitat, huat, transfertat ndërkombëtare dhe të gjithë gamën e shërbimeve që lidhin me aktivitetin bankar modern. Kur reflektojmë mbi të gjithë këtë histori, shfaqen disa përfundime që mbeten relevante për të kuptuar kohën tonë. E para është se marrëdhënia midis moralit dhe ekonomisë është gjithmonë komplekse dhe plot tensione. Shoqëria mesjetare e dënonte fajden në terma absolut, por në mënyrë simultane zhvillonte mekanizma për ta anashkaluar këtë dënim kur nevoja praktike imponohej. Kishte një negocim të vazhdueshëm midis parimeve dhe pragmatizmit, midis idealit fetar dhe realitetit tregtar. Përfundimi i dytë ka të bëjë me rolin e minoriteteve dhe grupeve të marginalizuara në sistemet ekonomike. Hebrejt mesjetar u shtyn drejt rolit të huadhënësve jo me zgjedhjen e tyre, por nga një sër kufizimesh që u mbyllin dyert të tjera. Sa po u gjendën në këtë rol, ata u bën njëkohësisht të domosdoshëm dhe të përçmuar, objektiva të lehtë kur tensionet shoqërore kishin nevojë për një kokë turku. Është një model që përsëritet përgjatë historisë me grupe të ndryshme që zën pozita të ngjashme në kontekste të ndryshme. Përfundimi i tretë i referohet inovacionit financiar si përgjigje ndaj kufizimeve. Ndalimi i fajdes nuk e eliminoi kërkimin e interesit, thjesht e maskoi atë nën emra dhe mekanizma të tjerë. Letrat e këmbimit, gjobat për vonesë, tarifat e shërbimit dhe të gjitha instrumentet e tjera të zhvilluara nga bankierët mesjetar ishin, në thelb, forma të shpërblimit të kapitalit që respektonin germën, por jo frymën e ndalimeve fetare. Është një dinamik që vazhdon të jetë e pranishme në tregjet financiare bashkëkohore, ku genialiteti i operatorëve shpesh është një hap përpara rregullatorëve. Së fundi, historia e fajdes në mesjet na kujton se institucionet financiare që sot i marrim si natyrale dhe të pashmangshme kanë origjina specifike, të formuara nga rrethana historike të veçanta. Banka, kredia, letra e këmbimit, madje edhe koncepti i bankarotës, të gjitha dolën nga një kontekst konflikti midis imperativave ekonomike dhe kufizimeve fetare. Kuptimi i këtyre origjinave na ndihmon të çmitizojmë botën financiare dhe ta shohim atë si një ndërtim njerëzor, subjekt i ndryshimeve dhe kritikave. Jehonat e kësaj historie mesjetare mbërrin të ne në forma ndonjëherë befasuese. Fjala interes euros, të cilën e përdorim çdo ditë pa menduar shumë për kuptimin e saj, mbart në vete mijëvjeçar debati moral. Tarifat që i paguajmë bankës kur marrim një huaj janë pasardhëse të drejtpërdrejta të atyre pagesave që dikur konsideroheshin mëkatare. Bankat që dominojnë ekonomitë tona moderne e kanë gjenealogjinë e tyre të ata këmbyes të ulur në bankat e tyre në panajret mesjetare.
Dhe kur një institucion i madh financiar kolapson, ne ende themi se ai shkoi në bankarot, duke evokuar pa e ditur ato tryeza druri të thyrë në sheshet publike para 700 vjetësh. Fajdeja pushoi së konsideruari mëkat nga Kisha Katolike që nga momenti kur rrethanat ekonomike ndryshuan rrënjësisht. Me shfaqjen e inflacionit si fenomen i përhershëm, paraja e dhënë hua nuk kishte më të njëjtën vlerë kur kthehej. Drejtësia, pra, filloi të kërkonte një lloj kompensimi që kreditori të mos dëmtohej. Me rritjen e mundësive për investim në epokën moderne, paraja pushoi së konsideruari një emir sterile. Kush kishte kapital në duar kishte gjithmonë mundësinë ta bënte atë të jepte fitim. Kisha, me mençuri, e përshtati doktrinën e saj me realitetet e reja, duke ruajtur dënimin e fajdes në sensin e kërkimit abuziv dhe grabitqar, por duke pranuar legjitimitetin e interesave të moderuara. Sot, kur mendojmë për fajdegjing bashkëkohor, për normat e interesit jashtëzakonisht të larta të kërkuara nga disa institucione financiare, për krizat e borxheve që prekin miliona njerëz, mbase mund ta shohim mesjetën me një përzierje distance dhe njohjeje. Dilemat kanë ndryshuar formë, por nuk janë zhdukur. Tensioni midis nevojës për kredi dhe rreziqeve të shfrytëzimit financiar vazhdon të jetë i pranishëm. Pyetja se çfarë është e drejtë të kërkohet për përdorimin e parave të tjetrit mbetet relevante. Dhe hija e fajdegjut mesjetar i dënuar të mbaj përjetësisht qesen e tij me monedha në ferin e Dantes, ende na kujton se çështjet ekonomike janë gjithashtu, dhe mbase kryesisht çështje morale. Nëse keni mbërritur deri këtu në këtë udhëtim nëpër korridoret e errëta të katedraleve gotike, nëpër rrugicat e zhrumshme të panajreve të Shampanjës dhe nëpër kështjellat e fortifikuara të kalorsëve templar, do të thotë se ndani me ne pasionin për të zbuluar misteret e së kaluarës. Historia ka këtë fuqi unike për të ndriçuar të tashmen përmes pasqyrës së asaj që ka qenë, për të zbuluar se ankthet dhe dilemat tona bashkëkohore shpesh pasqyrojnë debatet e shekujve më parë. Nëse ky rrëfim zgjoi kuriozitetin tuaj, nëse konfliktet midis besimit dhe tregtisë, midis shpëtimit dhe begatisë rezonuan në ndonjë mënyrë me ju, atëherë qëllimi ynë u arrit. Tani, ashtu si tregtarët mesjetar depozitonin vlerat e tyre në komandaritë templare duke besuar në sigurinë e tyre, ju kërkojmë që të depozitoni besimin tuaj në kanalin ton. Regjistrohuni që të mos humbisni udhëtimet e ardhshme nëpër kohë që kemi përgatitur, lini komentet tuaja duke ndarë reflektimet mbi atë që zbuluat sot dhe jepni atë pëlqimin, jojna, që na ndihmon të vazhdojmë të prodhojmë përmbajtje cilësore. Sepse ashtu si bankierët e së kaluarës kishin nevojë për besimin e depozituesve të tyre për të lulëzuar, ashtu edhe ne kemi nevojë për ju, komunitetin ton, për të vazhduar ndërtimin e këtyre urave midis të diesmes dhe të sotmes. Deri në udhëtimin e ardhshëm nëpër histori.